Një studim i ri tregon se ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit, sidomos grimcave të imta, para dhe pas lindjes, mund të rrisë shanset që fëmijët të kenë presion të lartë gjaku midis moshës 5 dhe 12 vjeç. Studiuesit zbuluan se ekspozimi gjatë 3 mujorit të parë të shtatzënisë ka ndikimin më të madh, duke u lidhur veçanërisht me presionin sistolik të gjakut. Presioni i lartë i gjakut në fëmijëri është në rritje dhe mund të çojë në probleme afatgjata, si sëmundjet e zemrës dhe funksioni dëmtuar i veshkave. Studimi analizoi të dhëna nga mbi 4800 fëmijë dhe thekson rëndësinë e mbrojtjes së grave shtatzënave të fëmijëve nga ndotja e ajrit. Interesant, studiuesit gjetën se ekspozimi ndaj dioksidit të azotit lidhej me një presion pak më të ulët të gjakut, duke treguar se efektet e ndotësve të ndryshëm mund të jenë të ndryshme dhe se kërkohet më shumë hulumtim për të kuptuar ndikimet komplekse mjedisore tek fëmijët.